Jam për legalizim të kanabisit, Aha. të hashashit, si i thoni ju në Tiranë. Hashashi është tjetër gjë, kanabisi është tjetër gjë, po kjo bari, ne i themi Kosovë bar. Për shembull, kam disa krijime shumë bukura që i kam bërë, kam qenë stone, krejt komplet, kam pas një shok, ai tash është njëri i transformuar, po pinim bar, edhe krijoni. Pinim bar të dy? Po, edhe krijoni. Ai ka qenë kompozitor, këngëtar, bërim gjëra, po. Edhe kush është ai, e njohim apo? E njohur, po tash është njëri shumë i qetë, është. Po se edhe i relakson. Edhe për shkak kanabisi në shumë vende të botës është i legalizuar. Nuk është ndaj unë madje kam një mendim që as nuk është drogë kanabisi. Nuk është për mendimin tim nuk është drogë. Përdoret edhe në mjekësi megjithatë. Nuk është drogë. Po disa njerëz mendojnë që është, po ka shumë vende që e ka legalizuar, mendoj që Shqipëri duhet legalizuar, Kosovë duhet legalizuar, lek kush do me pile ta pinë edhe si në Holland për shembull në Amsterdam.